Një petrodollar mbart një ndjesi të caktuar pushteti. Kombinoni naftën, një mall që pak vende kam, por të gjithë kanë nevojë, me dollarin, monedhën e vendit më të fuqishëm në botë dhe keni një forcë monetare me cilën duhet përballeni. Prandaj nuk është çudi që diskutimi për zvendësimin e dollarit nga një petro-juan kinez, si rezultati i luftës SBA-Izrael kundër Iranit, ka shkaktuar një ndjenjë shqetësimi në lidhje me ndryshimet themelore në ekuilibrin e pushtetit ekonomik dhe politik. Monedha e Kinës po bëhet gradualisht një pjesë gjithnjë më e rëndësishme e sistemit financiar global. Megjithatë, për momentin, juanit i mungon një aspekt themelor i asaj që e bëri petrodollarin kaq të rëndësishëm dhe mbetet larg kërcënimit të rolit monedhës amerikane si një aset rezerv. Kjo për shkak se modeli ekonomik i Kinës varet nga akumulimi pa ndërprerje aseteve në dollar dhe janë këto asete kineze në dollar apo sinodollar që dominojnë financat sot. Petrodollari si ide shpesh gjurmohet nga një marrëveshje e vitit 1974 e arritur nga Henry Kissinger me Arabinë Saudite pas krizës së parë të naftës dhe braktisjes së lidhjes së dollarit me arin. Kissinger ishte atëherë sekretar shteti gjatë presidencës së Richard Nixon. Thelbi i marrëveshjes së tij ishte që sauditët do ta shisnin naftën e tyre në dollar dhe Shtetet e Bashkuara do të ofronin garanci sigurie në këmbim. Blerësit dhe shitësit më të vegjël të naftës ndoqën shembullin. Kjo marrëveshje bazë zgjati për rreth 50 vjet. Tani është në pikë pyetje. Kina dëshiron të blejë naftë në monedhën e saj juanin dhe ka ndërtuar infrastrukturën për ta bërë këtë, siç është sistemi i pagesave ndërkufitare i quajtur CIPS. Rusia nën sanksione të rënda është dakord me këtë ide, edhe Irani nuk do të preferonte të shiste naftë në monedhën e armikut të saj. Shtetet e Bashkuara që zotërojnë sasi të mëdha të naftës argjilore nuk janë më importues neto dhe kështu monedha që dëshiron të paguajë nuk është më problem. Prandaj mund të jemi duke parë krijimin e një petro-juani. Megjithatë, ajo që kishte rëndësi në lidhje me marrëveshjen e Kissinger nuk ishte më shumë përdorimi i dollarëve për të paguar naftën, sesa marrëveshja që sauditët do t'i mbanin dollarët e fituar në këtë formë. Ishte reinvestimi i këtyre dollarëve të lindjes së mesme që krijoi përmbytjen e likuiditetit ndërkombëtar me dollar, që filloi në vitet 1970 dhe vazhdon edhe sot e kësaj dite. Dollar për të financuar avion, për të financuar tregtinë, për të financuar kombet. Një petrodollar nuk mendohet më mirë si një dollar i dhëm për të blerë një fuqi nafte, por si një dollar fitimesh nga nafta në kërkim të një aseti. Të njëjtat kushte nuk ekzistojnë sot për një petro-juan. Rusia e zhndron me njëherë juanin që fiton nga shitja e naftës në Kinë, në importe dronësh dhe automjetesh për të gjitha terrenet. Për të rindërtuar, Irani do duhet të shpenzojë çdo dollar ose juan që mund fitojë nga importet. Prodhuesit e naftës së gjirit nuk kanë më suficite kaq të mëdha tregtare dhe kështu çdo juan që fitojnë ka shumë të ngjarë të shpenzohet për importe nga Kina. Ky është një sfond i mirë për të rritur përdorimin e juanit në marrëveshje tregtare, gjë që po ndodh me shpejtësi, por jo për të krijuar një grup petro-juanësh. Marrëveshjet në juan të tregtisë së mallrave të Kinës arritën një nivel rekord prej 33.5% totalit në periudhën mars-prill 2026, sipas dhënave të Bankës Popullore të Kinës të raportuara nga Citi. Në momentin kur investitorët e gjirit kenë tepritës juani, ata do të kenë vështirësi në përdorimin e tyre. Kina është e mbingarkuar me kursime vendase. Yildet e obligacioneve janë të ulta dhe tregjet financiare në Kinë janë të vështira për t'u aksesuar për shkak të kontrolleve të repta të kapitalit. Emetimi të ashtu quajturave obligacione dimsum, të cilat lejojnë uamarrjen dhe uadhënien jashtë vendit në juan, është rritur me shpejtësi, por tregu nuk është ende i thellë ose likuid. Ekuivalenti modern i petrodollarëve nga Arabia Saudite nuk janë fitimet e eksportuesve të naftës, përkundrazi janë dollarë të fituar nga teprica masive tregtare e prodhuesve të Azisë Lindore si Kina, Korea e Jugut dhe Tajvani, të cilat duhet riciklohen përsëri në sistemin financiar global me një ritëm prej më shumë se $1 trilion në vit. Mbajtja e një teprice të tillë është thelbësore për modelin ekonomik të këtyre vendeve. Furnizimi me këto sinodollar e tejkalon çdo vëllim të besueshëm të petro-juanit. E ashtu quajtura dilema ose paradoksi i Triffin, e emëruar sipas ekonomistit Robert Triffin, thotë se vetmja mënyrë për të siguruar një monedhë rezervë është të kesh një deficit tregtar i cili do të dëmtojë statusin e monedhës si një rezervë e sigurt. Megjithatë, Shtetet e Bashkuara vazhdojnë
vlejnë ta bëjnë këtë. Ajo që është jashtëzakonisht e pamundur është që Kina të ofrojë një aset rezerv, ndërsa ka një suficit të madh tregtar. Sino-dollarët e Kinës mbase do ta formsojnë sistemin financiar global, ashtu siç bën petrodollarët në vitet 1970. Një nga ndikimet kryesore në çmimin e arit për shembull ka qenë ndërtimi i rezervave të metalit të verdh nga Kina në këmbim të dollarëve të saj. Fitimet e akumuluara dhe të pashpenzuara në dollar të eksportuesve kinez qarkullojnë nëpër bankat ndërkombëtare. Por Shtetet e Bashkuara, blerja e mallrave të botës dhe pagesa e tyre me depozita në dollar, bono thesari dhe aksionet të SpaceX me një vlerësim prej 2 trilion dollarësh është ende një marrëveshje mjaft e mirë. Kush kontrollon parat mund të kontrollojë botën është një thënie që shpesh i atribuohet Kissinger, megjithse nuk ka prova që ai e ka thënë ndonjëherë dhe duket e pamundur që një njeri kaq i njohur me pushtetin e madh ta besojë këtë. Ajo që është e vërtetë është se ka pak shenja që dollari po mbet kontrollin e sistemit financiar global, për sa kohë që Kina është e vendosur të ruajë suficitin e saj tregtar dhe kontrollet e kapitalit, asnjë sasi pagesash në yuan, qoftë për naftë apo për ndonjë gjë tjetër, nuk do ta ndryshojë këtë realitet.